Dhe Shqipëria është e kapur në të gjitha dimensionet e saj. Natyrisht duke buruar nga dimensioni politik, duke buruar nga autokracia. Këtu është ndërtuar një sistem jo pa dashje, me dashje, i cili të kulmoj tek pushteti i individit, te pushteti i një individi, i cili të vi dhe të siguroj mirëqenie politike dhe ekonomike për një grup shumë të ngushtë njerëzish, që janë në pushtet apo afër pushtetit. Dhe kjo çfarë ka prodhuar? Përveç se dëmit të madh të parave të cilat kanë ikur, janë marrë, janë vjedhur, janë shpërdoruar, kanë ikur nëpër ishuj, apo janë bërë vila nëpër resorte etj. Kjo ka bërë dhe një gjë tjetër. E ka mbajtur Shqipërinë në frena. Ne nuk kemi zhvilluar deri më sot sepse në të gjitha dimensionet këtu ka munguar gara. Në të gjitha dimensionet, qoftë politike, qoftë ekonomike, këtu ka munguar gara. Pra, gara mungon në ekonomi, sepse sektorët e ekonomisë janë të kapur. Individ me emra që kanë kapur sektorët e ekonomisë. Ata që ne i quajmë oligark. Por nuk janë vetëm oligarkët ekonomik ata që. Ka oligark politik, ka oligark social. Pra njerëz që kapin, dikush kap ilaçet, dikush kap shkollat, dikush kap universitetet, dikush kap... Pra, ky model, duke se shtrirë, natyrisht duke e pasur gjenezën tek politika, është shtrirë në të gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe ne, ajo që ne besojmë se duhet bërë që Shqipëria të bëhet është pikërisht të shpërbëhet ky model. Këtë model të shpërbëjmë ne. Pra, Shqipërinë peng të disa personave. Duhet ja heqim nga dorën, nga duart, Shqipërinë këtyre personave që kanë kapur. Thash, në të gjitha dimensionet. Politike, ekonomike dhe social. Këto piramidat e pushtetit që ndërtohen kudo, të duhet të prishen, të shkatrohen. Dhe fillesa e të gjithës, si koka e oktapodit, është e politika. Në momentin që ne rrëzojmë piramidën politike, të autokracisë që është ndërtuar deri më sot, natyrisht të gjitha të tjera pastaj janë më të lehta dhe eventualisht të mendueshme se do të rrëzohen edhe ato piramidat e tjera. Por duhet filluar nga politika. Dhe politika nuk ka ardhur këtu thjesht me dëshirë, vullnet apo me një gishtë ngritur lart. Jo, ka ardhur me ligje. Ky sistem që është bërë dhe që na ka sjellë deri këtu ka ardhur për shkak të ligjeve. Fillon që nga kushtetuta. Dhe natyrisht që gjithë revolucioni i madh që do duhet të ndodhi në shtetbërjen shqiptare do të fillojë që nga kushtetuta. Ajo që u bën në 2008. Për të marrë gjithë pushtetet dhe për të deleguar një personit vetëm. Do të filluar që andej, duhet bërë. Të gjitha ligjet klienteliste që kemi në sot. Kemi ligjet që janë bërë posaçërisht që një person, një kompani apo një grup kompanish të fitojnë para pa garë, pa bërgar. Kemi ligje që pensionisti sot i bëhet hile kur i llogaritet indeksimi i pensionit. Pse? Që t'ja heqim lekët pensionistit. Ti marri ai oligarku që të ka të ligjin special, që i merr parat pa garë. E kjo skeme madhe do duhet rrëzuar që Shqipëria të fillojë të marrë frymë mirë. Të prezantohet gara në të gjithë, le të themi, gjithë panoramën e shtetit shqiptar, në të gjitha mjediset e shtetit shqiptar. Dhe me të filluar gara, më besoni, fillon produktiviteti. Një shoqëri është produktive kur ka garë të ndershme, të pastër, me ligje dhe me rregulla të mirë përcaktuara. Dhe atëherë do fillon shoqëria shqiptare që të progresojë. Okej.